Fjala për. Faleminderit. Faleminderit Ina për propozimin dhe falenderoj të gjithë kolegët që u bashkuan me besoj që në një mendim që të paktën dhuna verbale, psikologjike, institucionale, s'po kaloj te fizike, nuk ka vënd në parlament. Në fakt, duhet ndaj me ju që nuk jam dje refyer nga ajo që u tha dje nga kryetari i grupit tuaj parlamentar, sepse njerëz me veprime si të ti e turpërojnë parlamentin, por jam djerë e lënduar për mënyrën se si kryetari i kuvendit e menaxhoi situatën, që në mendimin tim e menaxhoi shumë keq, në mënyrë të turpshme, dhe me mos distancimin nga ana të paktën të grave deputete të Partisë Socialiste për atë që u tha në foltoren e kuvendit, për gjuhën seksiste që u përdorën nga kryetari i grupit parlamentar tuaj. Dhe pse e them këtë? Unë dje kam mbajtur 2 fjalë. Jam marrë me çështje direkte që prekin të gjithë qytetarët. Të paktën në zonën ku unë banoj, shkolla e Durham, dhe fola gjatë për problematikën e asaj shkolle dhe për nxënësit që nuk mund të ndjekin nuk mund të shkojnë në shkollën e tyre, po ndjekin klasa me turne në shkollat e tjera. Ndërsa fjalën e dytë e mbajta pikërisht për çështje që prekin edhe problematikën që diskuton ky komision dhe madje kemi edhe një kërkesë që lidhet me fjalën time, pikërisht për editorialin Rama Vučić dhe për procesin e integrimit që Rama do ta ndali së bashku me Vučić. Unë nuk di se cila prej këtyre çështjeve e preku kryetarin e grupit parlamentar tuaj që reagoi në atë mënyrë, sepse unë kam bindjen që nuk di pra kush e acaroi, sepse shënjestrimi ishte politik. Nuk ishte i rastësishëm. Shënjestrimi ishte i qëllimshëm. Po tentojnë të godasin opozitën, po tentojnë të godasin gratë deputete të opozitës. Këdo që flet, këdo që parashtron çështje, këdo që ngren zërin. Ky është komision integrimi. Dhe pikërisht pjesë e kapitujve që janë hapur, por që nuk besoj që me këto ngjarje do mund të mbyllen të paktën për disa vite, dhe të paktën për aq kohë sa Edi Rama apo kryetar grupi si ai që keni ju të jenë në krye, se janë modeli më i keq që përcjellin në çdo familje. Pse po e përmend këtë? Na ka ardhur në nëntor raporti i progresit në komision. Një nga pjesët e këtij raporti është dhuna, barazia gjinore dhe dhuna ndaj grave. Shifrat në atë raport, dhe është raporti i progresit, në fakt i regresit, i Komisionit Evropian. Shifrat e dhunës janë alarmante. Në një vit kemi 500 raste më shumë dhune në familje. Niveli i femicidit në Shqipëri është më i lartë në rajon. Gratë që vriten per capita janë në numër më të lartë se në çdo vend tjetër të rajonit dhe nuk po shkoj fare, është 2 fishi europian, të vendeve të Bashkimit Evropian. Pse ndodh kjo? Sepse ne kemi në krye njerëz si Edi Rama, e kanë vuajtur në lëkurën fyerjen e Edi Ramës. Prej shumë vitesh përpara, kur unë denoncoja koncesionet në shëndetësi, ju e mbani mend se si dilte në foltore dhe se si më barazonte me artistet e disa filmave për të denigruar atë çka unë denoncoja në koncesionet në shëndetësi. Ne e dim që ju nuk ka barazitizëm, nuk mund të barazohet Partia Socialiste me partinë tonë, jo në asnjë rast. Ju i keni pushkatuar gratë, ju i keni torturuar gratë, ju i keni internuar gratë, është e njëjta parti. Është e njëjta parti. Për aq kohë sa juve edhe ato që keni vrarë, pushkatuar, torturuar dhe kur s'keni kërkuar ndjes, unë nuk pres ndjes. Dhe zoti kryetar tha që
ka kërkuar 3 herë ndjes. Tani të mos tallemi. Përdori dhe Bashkimin Evropian. Pse? Për një ndjes fake, të gënjeshtër, mashtrim, që as unë, as ju, as kush nga ne nuk e ham dot. Nuk e ka përcejmë dot. Të kalojmë tek dhuna që ushtron partia juaj ndaj grave. Më kanë kërcënuar, më kanë shantazhuar mua dhe kolegeve të mia. Jam në 8 çështje gjyqësore për denoncimet që kanë bërë nga Selia apo nga Parlamenti. Nga Rama, Tauland Balla, Erion Velia e kështu me radhë. Më kanë dërguar në SPAK mua dhe gjithë familjen time. Më kanë kërcënuar në vetë të parë mua, vajzën time brenda një qendre votimi në zgjedhjet e 11 majit. Më kanë përjashtuar 3 muaj së fundmi, se po t'i bësh bashk shumë e shumë muaj. 3 muaj së fundmi duke më hequr të drejtën e fjalës, të drejtën e përfaqësimit të votuesve të mi në parlament. 3 muaj pse? Sepse kërkova heqjen e imunitetit të zëvendës kryeministres Belinda Balluku, se ai është modeli grave që juve ja jepni qytetarëve. Dhe dje tentojnë edhe të më fyen dhe të më denigrojnë me gjuhë seksiste. Kjo duhet ishte dënuar dje. Dhe jo për Albanën, po për të gjitha ato gra që dhunohen, sepse shohin modelin e Edi Ramës, që dhunon verbalisht, psikologjikisht, fizikisht gratë. Sepse shohin modelin e Tauland Ballës, mendoni që ajo foltore hyn në çdo familje, ajo foltore shkon tek çdo i ri, ajo foltore hyn tek çdo fëmijë në shtëpi. Nuk është çështja e Albanës, jo, është çështja e gjithë grave shqiptare. Dhe në asnjë rast nuk mund të barazosh një parti që kërkon zgjedhje të lira e të ndershme, shkëputje nga krimi organizuar, me një parti që vjen në pushtet me arrogancë, duke dhunuar dhe deputet dhe duke dhunuar gjithë qytetarët, që vjen me zgjedhje të dhunuara apo me lidhje nga bandat kriminale. Unë distancohem nga çdo bandë kriminale, nga çdo lidhje me bandat kriminale dhe nga çdo person që futet në kuvend prej bandave kriminale. Pra nuk mundet barazohet në asnjë rast një deputet që hyn dhe ka edhe nga Partia Socialiste të tillë plot. Fati keqës që nuk ngren zërin. Një deputet që hyn me votë të lire të ndershme dhe një deputet apo deputete që hyn me ndihmën e bandave. Sigurisht që këtu distancohemi. Sigurisht që këtu do e denoncojmë. Sigurisht që do vazhdojmë ta denoncojmë pavarësisht presioneve, kërcënimeve, shantazheve që na bëhen edhe familjarëve tanë brenda qendrave të votimit nga bandat kriminale që ju sjellin në pushtet apo jashtë qendrave të votimit. Në asnjë rast nuk mund të ketë barazitizëm mes partive tona. Pra, ajo që unë dua t'ju them është që e fundit fare, në dhjetor të 2025-s kam propozuar në Asamblenë Parlamentare të EPP-s, Partisë Popullore Europiane, kam propozuar një rezolut në mbrojtje të grave në politik dhe në jetën publike, e cila rezolut u miratua me vota unanime. E kam bërë sepse e kam djerë që gratë në politik, pikërisht për shkak të dhunës, qoftë online, qoftë offline, si ajo që neve përjetuam dje, është një dhunë e cila mundohet që ta zbehi rolin e grave në politik. Ka ardhur koha që ne këtë rezolut ta kalojmë në kuvendin e Shqipërisë, duke përmendur dhe me emra dhunuesit e grave, duke filluar që nga Edi Rama. Ai është modeli i dhunës ndaj grave. Që mundohet ta replikojnë njerëz si Tauland Balla. Ka ardhur koha që ne të bëhemi bashkë në mbrojtje të grave. Ka ardhur koha që ne të bëhemi bashkë në mbrojtje të atyre grave profesioniste, grave në jetën publike, grave në politik, që jetojnë ndershëm dhe që kanë kauzat e tyre për mbrojtje të grave, të fëmijëve dhe të çështjeve publike. Faleminderit. Zonë Vukshi, Partia Socialiste as rre, as dhunon, as ka